Gjykata ka caktuar masën e sigurimit arrest në burg për 31 vjeçarin Konstantin Vogli, i cili ndodhet i shtruar në spitalin Petronakon Sarand në masa sigurie pas plagosjes me armë zjarri në këmbë. Seanca për të u zhvillua në ambientet e spitalit ku prokuroria e çështjes Armida Kaçi kërkoi masën arrest me burg për akuzat mos kallëzimi krimit, shkatrimi pronës, kryer në bashkëpunim dhe kanosje kryer në bashkëpunim. Gjyqtari Sometaj pranoi kërkesën e prokurorisë dhe vendosi masën arrest në burg ndaj Voglit. Megjithatë, gjykata mbajti një qëndrim të ndryshëm nga prokuroria sa i përket cilësimit juridik të ngjarjes. Sipas gjykatës, mbi bazën e akteve të paraqitura deri në këtë fazë, fakti juridik duhej të cilësohej si vrasje me dashje e kryer në bashkëpunim, mbetur në tentativë, moskallëzimi krimit dhe shkatrimi pronës kryer në bashkëpunim. Ndërkohë gjykata ka lënë në fuqi masën arrest në shtëpi për 50 vjeçarin Viktor Ruçi. Ai ishte ndaluar nga policia pasi më herët ndaj tij ishte caktuar kjo masë sigurimi për veprën penale moskallëzimi krimit. Gjatë seancës për verifikimin e kushteve dhe kritereve të zbatimit të masës, gjyqtari Sometaj vendosi që Ruçi të vijojë të qëndrojë në banesën e tij në fshatin 6 të Sarandës pa të drejtë largimi. Ngjarja e rëndë nisi nga një konflikt që dyshohet se përshkallëzoi fillimisht në përplasje mes ende të forta dhe më pas në përdorimin e armës së zjarrit, duke çuar në vrasjen e 66 vjeçarit Recep Ismaili, mbrëmjen e 7 majit në 6 të Sarandës.